Shikues të nderuar, mirë mbrëma. Sonte e kem një temë të mirë, që besha edhe musafirin e kem edhe më të mirë. Se tema pa musafir nuk shkon, po dhe musafiri pa temë nuk shkon. Sonte do të flasim për artin, për kulturën, a veçanërisht kena me fol për fotografin. A i keni do se thonë, vallohit, kom qitë mirë në fotografi? Ky kësër këne thot, po bre, pa dhe unë e kom nejtë mirë. Për me bo një fotografi të mirë, do të me kogja mjeshtër i mirë. Nuk ka qa shlet me të qitë fotografi. E për mjeshtër të mirë, sonte e ke musafir një mjeshtër shumë të mirë. Një mjeshtër që mbi 20 vjetë, kur nuk unal me fotografi duke qitur. Përveç aparatit, kjo edhe në fotografi kalon histori, edhe hala janë histori. Kur s'ja ka huq syni, sonte me neve i modhi Gani i Berdemaj. Gani, mirë mroma, qysh, fort e kena cak. Po thua? Po, si me prit. Borrisht borë. Qysh je? Po mirë. A më ndole? Erdha. A je lodha, qysh ka lodha? Jo, djemë të ri zakonisht thonë që nuk lodha. I ri pensioner? Pensioner, dëgjom, kjo pensioner që në pa pyt njoni, tha, Allah i la mirë me konë pension. Pa i pasha zotën, tha, vesh se konditë se jo me punu kur. Edhe ma herët biri shadal. Një o mirë rishlirë si me konë studio tone. Shumë të falenderit, mirë se u kom gjetë, urojt ju shkojnë punë të mirë e marë edhe ju edhe shtëpisë huaj. Tonë vesh Allah. Ky farë ambienti jem, ashtë fotografi e mirë, që shesheti me synin tanë? A je kritik, apo peshe mirë? Në Shqipëria ka një shprehje mirë thonë lënë për të dëshëruar. Është mirë po nëse studiojmë pak këto farangjie, këto pak ajon ambienti jashtë e maj mbrëndshëm, se këto mbrëna nëse odisht me qenë kështu jashtë, se mos të hymë ma fellë se jam detajist, aty o problemi. Për shtas po kudzoj edhe fort se ti e këqyrë me detaje. Tash, kur të ardhë me i qike mirë mu fotografu të unë e shkreta o që si arë ush. Që dullë. Dullë atje, ba di hava, pa hin detale kje pa mund shme. I ka thonë dikush gojat lumë të masdar, ke tuk në u diku. E mendzi ka prit mu bo sa ba me orë të une për mu fotografu. Tash kur djenë të une, mos me qenë unë mjeshtri mirë më ja të rguall nejtë me jetë, që tu si e bash mire, që të flokë si ke palu bash mire, që këtë gjemper që tu sa katërim mire, është në kodet të profesionit. Kodet i me shka si e provo. O jetat të provo në rëbur. Gjithmon e ke dosht kamerën edhe halo e do kamerën, deshta me dvetë. A ki jetën film? Dikush lind me fatë. Mune me thënë se kam lind me fatë. Unë jam fëmijë e Rugovës, i shtupesit vogël. Vallaj. Atje kom lind, atje kom bonja 6-7 vjetë, tëna kom vazhdu shkollimin në Drelej, prapë në Rugovë dhe sa kom krye klasën e 4. Tanë që është djerë në pej? Tanë kem zbritën në pej prej klasë 5, e tutje, do më thënë familja se njetojnë edhe ma tutje në pej, po unë i bona do këcime dhe vazhdoa për Gjermani, se më marrë kemenja që këtu Kosova halos. E në Gjermani që shkalova tje? So nejte në Gjermani? Tërët pytja pëse shkova unë Gjermani. Hajde, që peshtoj pytjen, pëse shkove në Gjermani, në Alaman? Isha i punësuar në post në pej. Po, kisha kryer shkollën e mesme teknike me zëdhlau në Azmiu në post, në Beograd, se nuk kishte më afër atëherë. Edhe të kujtojmë, na kem qenë atëherë një shtetë, të më thonë, por shkollë teknike të PTT-s nuk ishte më afër. Atje kryem dhe vleshim në Kosovë si kuadra deficitare. Do më thonë, unë kom bo shumë letë në Prishtinë këtu. Është përballë Sfiz Diamondit një post aty, e di një dhomë mirë, është ngushtë e gjatë, shumë letë kom kaluar aty në Gjakove, në Tanaont, në reparaturat e centraleve telefonike për atë kohë. Mirë po, këte kisha ma tepër se baba më orientoj. Mua brit më kru ishin me shku në shkollë të artit. Se e kom pas dorën, bukur të mirë, besoj, nuk e di, besoj që hende, kom me bom ja nis pak seriosisht, për nuk ja kom nis, me që e zancova pikturën me fotografi. Po, baba, thëjke, o nuk qot jeta o burri, dhe o të shkru firma, në për dyqane, se nuk ishte, na jem të folë, unë jem të folë tash për vitin 60
5-6. Hoha! Atëherë kom shku në shkollë të mesme. Dhe me bindje kam shkuar në Beograd. Me gjithate, tash unë, si profesionist, si fotografist me lejon disa gjera, do më thonë, edhe që janë bash normat, rregullta për rodat burrave, nëse një vajzë nuk ka qenë e rehatshme pa u martua dhe ka bind veten, që kur të martohem, do të bëhna grua mirë, do të bëhna. Mase që u martua, mas tar 4-5-6 muaj ka fillu ju kru në brinj diku që me gjithate edhe unë. Punojsha në posta, në teknike, kretë, mirë po artis... A pet ta lip ke që të farvija. Ma leke. Dhe u qova, unë martova bukur herët, se djemë të mirë atër unë martojshin herët. Po thoi mirë atëherë ja koha. Pasha zotën... Ma i mirë se që tasha? Si duket po, si duket po. Mas faktit atër shelet s'kom pos. Jo. Shemull. Po, s'ke po. E tjera. Dorsme në ke fotografu vetë? Darsëm nuk kam bo, atër se i rash ma trup e kem bo ma vonë darsëm. Nuk u prit ke për darsëm. Arsyja pse shkova, isha martua që besa gruën bukur në qef, unë pak me mirë se shumë kuje, shkojmë një ditë në hotel u qujke Metohia, hotel Dukagjini i Sodit, atër u qujke hotel Metohia. Hajde unë me nusen edhe që aty ish posta, që aty punojshem, hajde të shkojmë të pim ka një kafe në hotel. Atër thjeshin kafe. Nuk ish macchiato e kësë tjerë, po kafe turke. Shku me pimat kafe mirë bon, atër nuk ka pasu një femrën në për restorane. Jo, rale heq. Grupe burrashe, tu do plesnia në këtjena dhe pasi që shkova, muni me thonë që u bo biset virale, një verë gjatë i birë Ramidrizit e ka qua nusën kafe. Shitash. Tu të përmen tonë? Tu përmen që i biri Ramidrizit të qoj nusën kafe. Ajo bo, ka dull. Dhe ishte gati një prej arsyeve që unë e binda vetën ojerën. E shisha vetën është ta pak matë avancuar, se të sa moshatorët mitë, dhe vendosën me shkuan në Gjermani. Në tjetër nënë në Prishtinë më thërë Kismet Hamiti, është gjallën dhe diku më duket jashtë, lajmërot her pas herë, ishte shef i teknikës PTT-s në post në pej, edhe më thërë kë ogani eja në Prishtinë. Dhe bësh shef i rjetit, dhe më thonë telefonisë telegrafisë, për Prishtinë. Problemi imi është qka do të bëj, po fakultetin elektroteknik do të krysh. Po. Bol më kryshin brinjt. A pet, po. Po në tjetër nënë që kisha qef më shku jashtë, dhe që kom bëj, kom marrë një monedhë metalit, e kom gjujtu rajazit, të ishim. Dhe me të parë në mravë në Gjermani. Shkova në peje, kem pas bevin e punësimit. Shkova në bevin e punësimit të drejtori dhe thëmë kështu, jem bo më raka, ban me shku. Tha po, kur djene e ekipe firma e Gjermane, tha të thiri. Nuk shku në largë, javë ditë më thiri. Unë e për fatë edhe gjuhën Gjermane kësha mësua edhe në shkollë të mesme, edhe fritë qa rrjedhëshën. Ajo bëni përshtypje Gjermanëve fort, dhe me nëzi pritshin më marrë me vetë. Më thanë po, për shoqën bilo deshte me që një dokument në Mitrovic, jem të folë për atë kohë kur rruga pej Prishtinë s'ka qenë asfaltume. S'ka qenë asfaltume o burë. I kom ra me një motor edhe ajo rruga në pej Mitrovic e pa asfaltume. Me gjithë shoqën shku mi gjetëm Gjermanët, ja u dërgum dokument, ato në regull, ok. Mirë po, për me qua të dokumenta u deshtë me prit 6 muaj ditë, se Rustem Kastrati, që ishtë drejtor në atë kohë, i BVI-s punësimit, tha gani, po më thonë Rama, tha unë... Baba jëtë? Baba, unë nuk mund të lëqoj me shku. A dhe dush, unë e lutë Ramidrizin për ditë o burë, më kanë pranu Gjerman të Rustem Kastrati, e krejton regull vesh, po kërkohet edhe ti me thonë... Vizën për du piteje. Thoj ke cilo arsyja. Pse po shkojnë? Rogën e mirë po, shpin po, i martun po, gjithat mirat po, qka po lyp atje. O burë mu ka tek më shku, 6 muaj ka zotë, dhe sa ma ka dhonë, baba vizën. Mas 6 muajve tani jem shku edhe kem shku në Gjermani. Mirë shumë, e qka shtyni më morë me fotografi? A shtyni na i kush, a shtyni ti veten? Se na shqiptarët kem qef ka pak në shty. Baba im ka punua do kohë në komunën në Rugov në Drejlej. Jo Rogov, po Rugov. Se ka Rugov dhe Rogov. Rugova e Gjakove. Rogova e të na Rugova.
Qka qëtyne? Edhe, a i ka punu atër ofiqarë në komune. Në munges të fotografëve në Rgosën, i ka bon a i vetë fotografimet. Që aparat, edhe i ka bon ato fotografi, që është për letër njoftime pasaportën se ka përdorë kush në atë kohë. Dhe më thonë, ajo pak në ka Nërbëri, se isha arsye e pikturë, se pikturën kisha tafërt. Do në zotje shkojnë do kushërit mi diku 64-shin në Gjermani. Dhe njëri për i tyre se ju kishë një mua baba me i qunë në Gjermani në atë kohë, se duhi në i qashtu. Dhe Selim Rostemi i pasra me shpjet i avdek moti, a i vjen pushim dhe ma vjen një aparat vogël, Aqua Instamatic, format 24-24, kanë qenë zdia prodhohen mo. Me gjithate, ishte një aparat simpatik i mirë me cilën unë fillova me fotografu. Dhe me bo me i lyp, besoj që i gjejnë filmat, edhe të asaj kohë, se nuk kom hudhë kur film. Thom që i kam përmbi 100 kg film në shpi. 100 Të kg? fotografuar 99% vetë. Ato jenë shumë, se në ata shiktu në flasën, po nuk e dim për shka në të folë. Unë e po, se jenë shumë. Se e bisedot jo Marubi në Shkodër, 150.000 gjomat fotografisës i shka. Po 150.000 jo burru, pa thëmë i kam 100 kila film, që do në ca miliona fotografi. Edhe nuk e di, a ka ftyrë publike të Kosovës, që nuk ka kalu në për studiot timen. A ki nëj personalitet të rëndësishëm se ke fotografu shumë, po na ja se ki me vequ se u donë fotografite? Po ashtu, s'po di tash shka me të thonë, se të ka pas rëndësine vetë në atë njërën e vetë. Po, në atë kohë. Sa i përket estradës, kam pas një marrëveshje me produksionin e kasetave të Radio-Televizion Prishtinë, sa Abdullah Demuka Indjer ka qenë drejtor atër, kem pas bo një marrëveshje që të gjithë këngëtarët që merrën vesh dhe bëjnë një kaset për mes produksionit, fotografimet i kanë bon të une. Të gjithë. I madhe i vogël. Mos me leonë me aqë, tash. Na u bom shtetën vetje, se në kur për i përmenim këto shtetet tjere, po na duket, po me stradën e Bosnjë, se Cërbise, gjithkoj që kanë qenë të une. Ne për dur tua? Para aparatit tim. Po, para aparatit. Atë ka rajt na i herë syni, se këtë punën tone e ki me sy. Ti edhe snajperisti e keni të njëjtin qëllim, me godit objektivin. Shqisjo punë, dëllimi fotografisë sot dhe fotografisë atëherë është desh t'jesh fotograf. Shishe. Ka regula, çdo profesion ka regula. Edhe ai që ka punu këtë gotë, po, ka i regull ka që e ka që i tërfonen për para gotën asi. Edhe në fotografi, nëse nuk e ke njoft regullën e dritës, ti nuk ke mujt me bo. Kontrasti i dritës dhe i fotografi edhe i hijes formon fotografin. Nëse nuk e ke ditë ato mirë, nëse ke ditë në studio me ndërqu portretin, kot s'ka dollë kur farë, e ka dollë dyqysh, po fotografi jo. E atë është desht me ditë në krasim me këto vajzat tona sot që i kanë shënru fotostudiot në për banjo. Në për banjot hoteleve, telefonin me veti edhe i bo 200-300-500 fotografi. Për 300-400 fotografive, po a dollë 2-3. Skanqore, e dyta është mundësia e retushit sot. Kusha retushi? Retushi është zbukurimi i fotografisë. Se e në rejshma. Ja pi fasad. Na përpara, do më thonë kolegët e mi në Prishtinë përpara, meje që kanë qenë, shumica kanë punua vetëm bardhëzi. Kanë qenë 1-2 që kanë punua para meje, se njërës të menojnë erdhë nga një bërdema i sollë fotografi në kolor. Jo. Fotonesha ka punu para meje. Skënder Cakolli ka punu para meje. Fotografi kolor. Etash, ardhja ime ka qenë një diçka tjetër se kam pru industrit fotografisë. Do më thonë, kur kem fillu na me prodhu fotografi, gjatë vitit, por kem arrit me prodhu fotografi për krejt Kosovë, Buenos, Përshev, Shkup, Tetovë. Do më thonë, kanë qenë shoferët që i kanë grumbullu filmat në për fotograf me orar të saktu. Ai fotozymin Mitrovic, ai e ka ditë sakt ku shkon
shoferi im, kur ja merr filmat dhe për me i thonë ai klientit vetë qërë nesër në ora 3 mund shparët me i morë fotografit, sa e ka ditë që dhe nesër në ora 2 shoferi im ja qënë fotografit. Dhe ashtu ka funksionua jo. Ashtu që na kem arrit, do më thonë, dherë ka fundi vitit por, me arrit me i prodhu 20-25.000 fotografi në ditë. Në ditë, je? Dhe që me thonë tash 20.000 fotografi, njerës që s'din për shka po folim, okej, së që. Po me thonë në ty sa paketa duhet me umush, për mu bo 20.000 fotografi, thua është e mundur. E na i kem bon këtë, për krejt Kosovën, për krejt përgjësi. Të na ondë. Ta na trevat mirë, kur ke dosh me qitë dikon fotografi, a ke studio mirë atë njeri, për shamull, është ki për fotografi, ka me qitë, ka mjanis, a del mirë, a ka ftyrën mirë, është i krehun mirë, është i qirun mirë. Për të krejën që për regullojnë. Po, a ke studio paspori mirë? Ka njerëz, ka një bindje me vetë vetën, shumë kushtatu nuk jam fotogenik dhe nuk dalë mirë. Edhe droni është fotogenik, edhe droni fotografohet mirë, por duhet ditë kandin, ndryqimin dhe atë del mirë. Edhe ti në gjdo moment mund të bën njeri me ty fotografi fantastike për gara ndërkombëtare. Po sigurt, por duhet ditë cilë kondi, kap, si dhe atër ka sukses. Tani vim të fotografia që ishim të folë atëherë dhe sot. Se në të folë si për histori. Po. Atëherë na kryesisht fotografit për dokumente, po flasëm, dhe të njoftim pasaportës, atëherë jënë fotografu të fotograft, të gjithë populli për le të njoftim për pasaport, patent shoferë kështu. Na e kem fotografu dytën herë veç kur e kem vrejt që a i ka mbyllë sytë. S'ke posi, s'ke mujt mja leju luksin tash veti, ja ke marrë 2-3 marka ati për dokumenta, e tash me fotografua 2-3 herë. Ajo ka kushtu. Ka kushtu filmi, ka kushtu zhvillimi, ka kushtu letër, sen. Tash, e që aty pa kur farë dhe t'ja bot 300 fotografi dhe s'ka hargju kur gjo. Edhe i fshin që ato dhe kanë dyshu gjonet. Bash par isha të menu që aty sa të prita që të takohem, i marrë ka njerë shemull, kështu me vetë vetën, këto butokësët sodit, këtyne këngëtareve, këtyne rinis, po më dhime në këto vajzat rejtë shkretat. Ama për vete, ka gane. Dhe gjëmë për vete, mirë bre, po pse bre me që vetën në ditë. E ka falë zotit bukur sa në neknin, qohet flokt, se len po e njërosa, po e shtu. Qohet zvetlat, po e eshtu. I mosh mullë, sa që të apo do moshë, buze, foqe, gjytse, menër me thonë që ka. Në të në unë, po, veqën e teko, këmë hajtë ka njerë. Po, pse bërë burri dhe otë. Po, sojnë ma trend. Po, e shu bërë trendit. Tash, fotografi që unë i kom fotografu e stradën atër. Kem këngëtare tonë atë sen që i kanë sot ka 4-50 vjetë stash në profesion. Po. Bë ti tërgu në fotografit e atëherë qësh kanë qenë original dhe qësh janë bo sot, ato vetë me vetën që ditën. Po me jarë tita zotin arrujt, me i publiku. Dhe gjom, ato e në ftyra publike dhe unë kom drejt me i publiku. Ki drejt, haloa? Janë ftyra publiket. Ti je ftyrë publike, ti mund njërë me të fotografu, me të gjeru, ku donë, dhe ka drejt, edhe mas 10 vjetë dhe me thonë, o shosh, ti je që kë. Ndodhe njerë një kolege me emër mbjemër, është shpesh në për televiziona, është shpesh në për televiziona. Pe bojna filan fisteki. Edhe fisteki janë këtë rast. Filan fisteki. Dhe një rast, gati sa herë del në televizion, pa u lavdua që ajo s'ka ndërhyja, ajo s'ka bo kur gjosën. Vjen një herë disha që ka me orë, edhe unë e përgadita një fotografi të saj të vitet dhe të ma hershme. Edhe lash në tavolinë. Si ka një azët, i ka një virdita sanë, tak, fotografin në qonë, thash. Aja, sheshe. O ti fisnike, thash, qka e të bon? Tha, po e jemja, jo, thash, për të onden, është e imja. Thash, unë e kom lëngë të, jo ti. Unë e disha mirë pëse o ka e merra, jo. Se tash ish bon për 20 vjetë me eri. Aty ish, qashtë nësi e ka falë zoti atër, si ato mua e ty e tonve. Bio. Bio burë. Po. A përshë që farë ndryshimi, pra, e këtu nëherë, ku je konë, ku ke fotografu,
A ke pos flash, po më nëj blitz? Po, pa tjetër. A e prit që vetimin ku të vetën, e që atër me thonë, ta të nëzau mirë që tash. Dhe që atë qeshtja atyre blicave, si ku këta kolegë këtu që i kemë rënda këtu me kamera. Po, janë shumë të mirë, derunë të respektu. Janë këta e din mirë se ka duhet orientuar dritën që për më duke të dhe të mirë, mos me dollë huna me e gjotë se sa që e tjera. Edhe qeshtja e blicave. Edhe na i kem pas gjithmonë edhe pa në studio s'ke mujtë me fotografu. A blicin e madhë. Mirë po, tash. Janë njerëz të cilët din me fotografu. Janë njerëz që din me fotografu. Din, për shembull, këta shkrimtarë dikush shkruan poezi ma mirë, dikush shkruan roman ma mirë. Po edhe në fotografi. Për shembull, e kem Afrim Spahiun, për natyrë, deti merr derisa ti rreda mori fundit, mos të matët kush më thonë po fotografoj ma mirë se Afrim Spahiu. Nuk. Janë edhe me të studiume edhe me të lindur të zotit. Ta qojmë tash, për studio se nështë ta keq me folun për veti, po gjitha ta njerë si kanë orë nga gjitha të trojet të ishi Uzavis, nështë ta kanë pas një arsye, sa i përket portretit. Pa ta njëra se më ronë mend, por e madhja jonë me lihat e ajeti, në gjesë pastë. A e ka qenë një primadone Kosovës, dijet. Po vjen i ndjeri i burri i Safet e Rugovës. Safeti është gjallë. Tha, zoti Gani, tha, më kalut me lihati, me shku në banes me fotografu. Për zotin, thash një kesh, thash, po unë nuk shkoj me fotografu në për banesa. Nëse do më fotografu, le të vjen këtu. Po thëmë, me se thash primadona nëmër 1 Kosovë dhe ma si aktore, si jetën e saj si e ka pas, i vjen shumëron, ku shë Gani i Bërdema, i që s'vjen më fotografu mu. Për mu. Se mas saj kanë shku edhe dhe politikan shumë të mëdheje, me emra, ma në eknina, e kë, thëmë vjen kësh, ish ardhë. Tanja? Po, mirë, po pak me vajnë buzë. E ka diqka. Unë isha diku në një manifestim diku dhe erdha për fata dit me një kravatë djarë i rije, se në eknina. Edhe ajo e hanë drejt që qëllon me një perikatit. Tha, ju, zëti fotograf, a me idhnimin që unë s'kom shku me fotografu, dhe me kush jam une, kush jeti, që mos s'kini ardhë më fotografu, tha, po s'pas ke faj se fotografi me kravat, tha, s'pas kom pa. Një falloj ofendimit që dvogl. Thash, po m'vjen shumë mirë, thash që të dha rasti me m'pa, ja m'pa vetësh. Po edhe unë një aktore, thash, pas pun në skenë, me perika e me sen, as unë s'pas kom pa. Edhe ti aktive. U bom si një se qashtu. Me zë thaterët koha me u fotografu, pim në i kafa aty, sen se i krym një set fotografisht asaj kohë. E që në zotin me dalë se cila me mirë se shokje. Ama i dalë në fotografit... Akull, film. Mos dhetë. Kur vjen të nesërme në i thot ati prap burrit e kësaj Safet e Rugovës, apo i thua ati fotografit a mundet mi për në fotografit, thash jo. Ja, pe për mi për unë. Jo, thash për mi në kesh. Nëse do në thash mi palet vjen. Erë dhe prap me vojnë buzë pak pëse, se... Kur erdhë për i shef. A jam one? Se cila po, jam one 13-18 që do më format matë madhë, me një kontrast mirë, se cila ma e mirë se shoqe. Unë tha e gjeta fotografin tim, tjetër nuk fotografohem tjetër konë. Shka bona une, ke një fotografi jërëzëkonisht simpatike e në zonë të e fshihunën. Shishe. Dhe qatë fotografi, ja postoj unë në vitrinë të unë në i format të madhë, po një 80 me 1 metër, dhe e fotografi ka në vitrinë, po një 6-7 vitet mira. E kështu që kem pas rase nga matë në rrëshmet. E pas keri po? Po. Po shkojmë pak me marketing, e pas marketingut këthejmë i prapë në emision. A ban ashtu? Po marbor, po marketing. Si e në tone. Po, marketing. Sofra Salihut është veç bereqet. Sofra si ka orë një përkraje, një mbështetje nga Gjermania, nga një firmë e madhe,
nga një firmë serioze, mbi gjitha nga një firmë shqiptare, nga firma LNG Gacaferi GmbH, e cila merret me gjitha renovimet e brendshme. Bili mu më thanë, Agja Sali, edhe ty kemë të renovu. Thash, ani bre bace, ja u besoj juve renovimin. Falënderoj shumë Lani Gacaferi, LNG Gacaferi GmbH. Arjani Kompani, lider në vend, lider për projektim, prodhim dhe ndërtim. Baba më thejke, biro, ka të shkësh, bane breka i shpi. A që Arjani Kompani, ka po shkojke, po marojke banesa. Banesa në Vushtre, banesa në Mitrovic, banesa në Prishtin, e tash edhe banesa në zemër të Obiliqit, Arjani Kompani. Mishtore Gjoshkon nuk ta le sofrën thot. Të mishtore Gjoshkon i gjenit gjitha produktet e mishit. A që ju, që nuk muni, edhe nuk keni ko me pregadit, të mishtore Gjoshkon të gjitha produktet i gjanit gashme. Nuk keni nevoj mu lodh heq për 5 minuta pregaditet. Që? Pasol Gjoshkon për 5 minuta. Me të knaq. Gulash Gjoshkon për 5 minuta. Hazer. Qofte Gjoshkon për 5 minuta ki hazer. Edhe patate Gjoshkon për 5 minuta këtë i keni të gachum. Të mishtore Gjoshkon i gjoni gjitha produktet. I gjoni në Prizren, si dhe në Prishtin, në rrugën Muharrem Fejza. Mishtore Gjoshkon kur nuk ta len sofrën thot. Gjithmonë kom pas shef në kere të mira, kere të rahatshme, kere të amat për plesh komode, që edhe ku t'i grash, as kafen më t'a delë. Kej këto kere të mira i gjoni ku tjetër, në Zvicër, të baba i kere të muj autocenter. Të muj autocenter, shkoni kom, e këtheni me kërë, muj autocenter. Metalbau, nish jash për prodhimin e gjitha produktev metalike. Shkata shesyni, po ta marojke Metalbau. Dyr tekrit të mira, metalike. Gilindera për Balkan, shumë të mira. Rrethoja për obër. Konstruksione metalike, të gjitha i gjonit e Metalbau. Metalbau jo se punën, e vepron, e monton në këtë Kosovën, po dhe në këtë diasporën, shumë shpejt edhe në Amerikë. Metalbau i cili gjindet në Bernic, në rrugën Vjosa, Metalbau. E tash po shkoj pak në Hanover, Gjermanis, kush do një marrë me mu, hajde po shkojmë. Po shkojmë të një firmë shqiptare, të një firmë shumë serioze. Po shkojmë dhe Zmojlaj. Zmojlaj Bau, e cila merret me të gjitha llojet të ndërtime. Po marojke për jos dhe në zhe. Anje ka dhe Zmojlaj Haos Teknik, e cila merret me instalimin e rrymes, ujt edhe nxemjes. A, për nxemje këta ishin kapake. Këta po të nxeshin Hanoverin me gjithë rrëthin. Zmojlaj. E tash po nalëm pak në klin. Shkat ju duhet prej elektronikës, krejt i gjoni të Bujar Electronics. Të Bujar Electronics i gjoni edhe gjitha llojet e klimave. Që shumë thojnë fëmija jam ti e baba, edhe Bujar Electronics për klima është baba. Bujar Electronics po zgjerohet dita ditës. Tash me pika të reja në Pej edhe në Prizren, mos harrojmë. Bujar Electronics në Klin e ka edhe restoranin e vetë. Restorant i mirë, restorant familjar, me shërbim të mirë, shërbim cilësor. Lord Be Grill, e cila gjindet në Klin në rrugën Abedin Regja. Francezët halo menojnë edhe thojnë se baba i kere franceze është francezi. Gabim e kanë. Baba i kere franceze është Auto-Eni, servis i specializuar për kere franceze, për Peugeot edhe për Citroena. Lese e banë servisin e krejt këty në kerëv, po edhe shet kere të mira. Auto-Eni i cili gjindet magistralen Prishtin Mitrovic në kilometrin e 5 në Mazgit. Auto-Eni.
E pas marketingut këthemi në sofër me ganin qysh për njëherë? Mirë, o katunari nod. Po shkoni, jo si katunar, si qytetar, ta shpi lypin, Po në tre do botash. lypin, po qytetari, gjojma i qytetar që të rinë kom kërëjtë qërështë. Vallohi pa rindë, ja ta shpi aerokremit s'mujnë me nejtë. Jo, bërbu. Vallohi s'mujnë me Po nejtë. katunar, burë. A ka bo vakina herë, tu ka prish filmi, të maru, të kanë hu fotografit krejt, e qa mi thonë tash zotit filmi, ku janë fotografi, ka shkon, Ka egzistu fjalla për para u dëgj filmi. U dëgj, po Nuk dje. djeget filmi. Filmi djeget nëse ti, për mos kujdesin tënd, e hapën dritë. E kap drita. Me atë moment, do më thonë që ka kap drita, ka prish të gjitha pikturat, të gjitha vizat që janë vizatu për mes objektivit, që të shka hi drita në tërsi. Ajo është ujtë të djegë filmi. Por jo... S'ka pas. Kam pas një rast që më ka ardhë kes prej një shokut, se Këshilli për mbrojtjen e drejtave të njeriut, ata i kanë bërë, gjithsesi unë i kanë bërë fotografit për ta vite me radhë. Ditën, natën, gjysmë natë, i kanë prunë njerëzit tuja me lesa, me i fotografu. Dhe një shok imi që i ka mbet hatri, tonë jo, ja e këshin pas rejt duarve sen, dhe ato fotografina i kemë bërë qëtë lajka format, këj format i filmit 24-36 i ngushti. Se nuk kanë pas në i vlerë kushe disa artistike, pra ndaj në shfrydzu aparatat dhe filmat që lajka format me ngusht. E ai si shok, pata qef edhe me nëru ato, edhe e fotografova me 120 qëquj me është, do më thonë ka që gjanë. Mirë po në atë aparat, që nuk ka mujtë mu vrejt a keja, po s'ke film, unë zakonisht kom leon gjithmonë film. Po tash ata kolegët e mi që kanë punu, do më thënë se të unë kanë punu 10-12-15 punëtorë gjithmonë, dhe të gjithë, mënyrë të regull, të sigurum, të lajmërum, me gjitha dokumentat, si të unë si në post njojtë, do më thënë. Po dikush ka fotografu edhe ka harru me shti filmin tjetër. Kur vjen ai se gati pa ta thonë me emër, s'ka lidhje, gano, e po shumë që sa fotografu. Nuk, bre, u thëmë, o burë, po shas zotën, thëmë në ka ndodhë qështë. Jo, tha s'ke gudzu më fotografu mu, që aty më preku pak, se dhe me, po ishte dhej në organen atër, edhe të ka thonë dikush, thash o burë mua këtu së më thotë kërkush. Po e kam një vetën fajtor dhe keq, që nuk ja të dasht ma mirë, të dasht ekstra diçka, edhe handërej që kanë dështua dhe më thonë se nuk o fotografu fare. Më ka lënë brenga e punë gjithë më unë që qeshështë. Jo më nuk për ma mirë, po s'ka dalë ma mirë. A ka do në i rast e ke fotografu në i qift? Po qifti o do. E orët e ti të ka thonë, apo ma he ka thonë e veç mu lem. A ka po serosë se të na bavaki gjithë shka. Si fotografon, kesh për me thonë, tash po e shoh fotografin ma thellë. Dhe më thonë, unë lexoj fotografin. Kam rase, kur ma ka dhënë kush në fotografi, Allah i leje më dalë mirë se tu. E kam marrë, po ai nuk e ka ditë që mu së më ka interesu fare fotografia ti. Mu më ka interesu letra, ndorë, çfarë letra është. A është zhvillu mirë, a është la mirë, a është fiksu mirë, dhe më thonë. Që më ma papërzia të fotografi mas 5 minuta me tjetër cila tje, ka po përshtypje mu fotografia, se kur të kalojnë të 20.000 fotografi për ditë në përdurën e për, është më interesante. E nuk më ka ndodhë, kështu... Ama mundet me ndodhë? Jo, për me ndodhë, gjë mundet me ndodhë. E njeri të pi ujë që ta shtetuar të zëntosin. Po, vallaj, ose të shkën keq. Edhe... shkaktohet problem, burë. Këtën herë, ku qitë që në fotografi e moj men të para pregaditëshin. 3, 2, 1, ta, me shnet. Tash, ku qitë fotografi dikosh a i kepo nuk të lajmëran heq, atë në zanë të hongër buk, atë në zanë gishtin hun, edhe që ato nuk e këshu, që ato e pëstan. është çështja e fotografimit është pak problem. Ju besoj edhe këta kolegë këtu do të kanë eksperiencë kur t'ju vjen në i musafir këtu që ka njerëz që jonë të koqit gjithë ditën fetan si të unë i shpara kamerës. Që le guri guen tap. Për shembull, në Zmie Pagarushën të njerën, atë zoj tonën të madhe, të respektume. Shumë.
Ajo kur ta ka pa aparatin fshinje që pe fotografon. Pse më, Nuk, s'ke pas shansë me fotografu, veç për msheft nëse ki në zonë. Jo, bre. Ose është edhe një mshefësi, tash nështë se e mirë, që po e thëmë, po, pa kush e din në Kosovë që në Zmije Pëgarusha gjithmonë e ka pasë në gjep një grusht kryp. Kryp, pse? Kur e dalë në skenë me kënu, hap kryp në gojë që mos me thap goja. Mos mjë të erë. Po unë e kam pas shoqet ngushtë dhe familja ime, një vajzë ime Aloni bila jo marrë me të ditë e natë, ku edhe kur është mu si të kishim antartë familjes kështu. Për ata po thëmë, është pak problem se ka njerës që kanë trem. Po. Ka trem para aparatit. Rënë me të s'ja mas mirë, setja drejtësh aparatit. Koqitet. E kisha një rast njerë një këngëtarë dhe shok. Unë e kësha fotografu të fejuarën e tina kushe disa herë për para, nuk ishe Prishtinë, tjetër qytetit, edhe tash ata ishin fejuar, edhe tash ai po mbjenë, po më rrinë branë, ka pe fotografoj filonën. Qashtë, filonën. Edhe pe i thëmë, ti jaran, kësha lutë, del, ullua ne dhe isat, po ka na em të fejum, o ti, kretën regull, po kjo nuk mund shlirohet mu fotografu shlirë kur të personi tretë. Si kur të mjeku kur shkojnë, haqë qohë ti dikën të mjeku, edhe rria ty të... S'ka efekt. Ashtu është edhe me fotografinë. Interesant se a ke po dikush të s'm dën kamera. Po kur s'dë kamera, s'dën as familja jote. A ko kësi njerë shumë si dën? Jo, nuk ajo s'm dën kamera. Pse thojnë pra, s'm dën kamera? E bashku dele kolla tu. Ajo e thot s'm dën, apo ajo e thot s'm dën kamera, po unë e shpjegova ma herë që. Ajo fjala s'm dën kamera dhe më thënë ka të bëj je fotogenik, si je fotogenik. Nuk ka person që nuk ka fotogenik. Vetëm që duhet ditë kandin ka me marë, ka me kapë. Me fotografu. E këtu njëherë, a ka po selfie? Që si farë selfie, se... Jo, ka qenë pak problem me aparat. Selfie, nashta u ko miradije. Si dush, por jo, këto kanë dalë tash prej se kanë dalë këto aparatat, telefonat të gjepit. E qatë deshta me të vetë edhe një pytje, këtu ku vishin, a ka harruna i kush marë mi morë fotografit? E ki halatash. Ka rastet tila që i kam ende. Nuk arë mi morë. Ka harrua. Që një natë e pata një rast, më kishin thirë musafir një televizion tjetër, edhe e moderatori, kur më martu par një 10 vjetëve, e ka për unë një CD mja korrizuna, mja përmirësu që kishë fotografu dikush tjetër. Dhe ne emision ata ma bon një surpriz, një letër që ma kishu, sigurisht me marrëveshje me ta vajza ime. Edhe i letër, jo pak e shkrume, po fort e shkrume. E qenis mirë. E qenis në fort mirë. Dhe, kjo ishte befasia jonë, thash, maso befasia ime, thash që befasia ime për ty. Thash, këtu i ke 450 copë fotografi, thash, kur je martu atëherë, kanë kalua 20 vjetë, po, ga dashuria e madhe për gruan që ke pas, ti ke harru marrë me i marrë. Me të pa tekst. Edhe ishte befasi. Veta dhe jherë, atë ka rajtë synin e jherë, se këtë punën e ki me synin. Mish më stuj kur ju martu. Jo. Nëse në dikur që livdon gruan e vetë, jam una, jo që kom bo gjynohet tjetër ka e mule me livdu tash gruan. Ajo asësi. Mirë po, dhe që më ti, o je profesionist o nuk je. Unë thash, është keq tash mos ta përmendi prap afrimin, për fotografit në natyrë, kotë jem monu në tjertë, edhe sot. Për në studio, është një muhabet tjetër. E për ata, po thëmë, duhet me dit me po, duhet për me dit mja të regu ato anë të mira e pozitive në fotografi, ati apo asaj që ka ardhë. Zakonisht moshkujt nuk japën fort rëndësia se e punë, e vajzat e gratë, shumë. Mirë po, një ditë më nova me vetë vetën që aty, qka me bon me këto 100 kg film që i kam? është gati maj madhë me bo me mbyllë ato me humbë. A mujnë me humbë ato pa i ruë, pa i këthy? Dhe gjëmë, ato humbin se një ditë s'jam une.
edhe pasorësit e mi, kush e di se sa do t'janë të interesum me di që në kohët vetën nga një Bardema e ka fotografuar Ibrahim Rrugovën, e ka fotografuar Mahmud Bakallin, të gjitha ftyrat politike. I ke fotografu? Të gjitha. Tani që thash këngëtare, aktore, gjitha aktorët. Gjynamës me Ato janë vlerë kombëtare, ato janë vlerë që do të me pas shteti. Qka komenun me bon? Mu që me digitalizu të gjitha, me formu një faqe në Facebook. Fotogani i Bardemaj 1983-2008, janë plot 25 vjetë. Nuk kom humbë as një pozë, as njërë, të gjitha janë. Janë gjitha. Pse e menova këta? Shkova në Prizren në komune para do vjetësh. Aty ishte një inspektor Isë kisha emrin. O, ku e Gani i Bardemaj? Shpërshëndetje, thash po ju ku po m'nifni? E nëzurë kuletën. Në kulet, portretin që e kisha fotografuar. Se i kem pas në poshtë, aty e shkrujmë fshim kolor studiak fa Gani i Bardemaj. Po, një farë logo, po. Tha këte, tha e kam botë ti. Thash, bani mirë. Kom qenë tha me Aziz Kelmenin. Qenë Aziz Kelmenin, tha në para qenë. Aziz Kelmenin ka qenë një njëri me cilin është marrë e tërë shqiptaria. Se ja patën vesh se e vrau një Serbe, e vrau një Bosnjake, e vrau një Kroate, një Slovenie, një Macedone, Dreqe, qka s'ka pas atër, po kuj boni bashkë tonë, ka një me vrau aj. Dhe për ata arsye e vrau në Aziz Kelmenin. Dhe ma thanë një kamuflash e atyre kohrave. E tash, erdha të menu, Aziz Kelmenin unë e kam fotografu. Unë tash nuk e di në negativ cili është Aziz Kelmenin, se se kom njoftë kështu. A i edhe kur ka ardhë si klienti pa njoftë. E unë i kam ato pozat gjitha, që ndoshta prind të tia, vlozëna, doja, kush do, jepin që mos me posi fotografi mirë tina. Po, për mos me mujt me realizu 100% qatë faqen që të thash se ata edhe mon e banjeri. Bire mon e banjeri me një lloj edhe komercializmit të vogël, se postoj në Facebook atje, fotografit edhe të thu, more jem fotografu për 1986 njëherë, të këshyri mos, e gjenë. Që ku të kemë. Edhe tash për me ta përpunu në mënyrë të regullë, se tash është mundësia ato negativa me i përpunu ashtu si të dush. Atër nëse i ke pas vesh të mdhejt, kanë me të mdhejt. Tash mund është edhe me zvoglu. Në operacionisht i pak. Do me thonë të gjitha këto që i bojnë, tash këto të shkretat vajza me butokse, tash është mundësia mu bojnë fotografi, pa butokse. Pa shku atje. Dhe erdhe të menu si mja bon, tek mja bon, po e pata një rast në një shoqëri kult artistike. Bile jashtë Kosovë, më thirrën kryetarin e tyre e kom pas si shok edhe i pa cjell një herë prej një shteti tjetër tërë se u bom shumë shtete, Gani kom qef me i prun krejt shoqërinë kulturë artistike me i fotografu të tja, bon, të pajtë. Po një 50 vetë të tonë të isha komtare, vajzat, djema në eknin. Shkova, ishin një koncert në Rami edhe para koncertit, ishtë dalë kryetari i ri tash më mprit. Kur dulë, tha, zoti Gani mirë Rama, mirë se erdhe. Para se me shkune e mora dhe ja u punova nga gjitha ato poza nga një fotografi të madhe, 30-40. Do më thëmë po, një shtos fotografisht, kaqë. Tha, unë e kom emrin kështu, thëmë bukur, thëmë po Alushi, po pysën për kryetarin. O, tha, po mjenë kesh, tha, ti nuk pas ke informat, tha, Alushi në kalon, tha, para 2 vjetëve, nuk është. Për ata, tha, të prezentova ta shune si kryetari. Okej. Tha, është ndëgjom ati filonit, që tu i të gjitha pozat, që një fotografu, të ju, mas e më kini në ru, ju, tash, mas 30 besa 40 vjetëve për i bjegati, e më kini ftua, që e u komprua unë juve gjitha pozat që i kini botë unë. Jo, tha, mos mjep këtu. Pse? Po, cila arsye, pse? Qka ka? O, burë, tha, unë atër, tha,
Jam fotografu me një vajzë se kom kalu me ta. E ajo martu tjetër ku, po burrin e katen, ha? E po tut na pe shef. Mo bre? Thash, dëgjom, ti mos ma humu nere. Unë po t'i jap ty. Ti merri është nda shkon zyren, nda shkon qenef, nda shko ku dush, ndaj ato që s'duhet. Po tjerët kisha lut, jep jo. E tash kem ka shti me menu nëse kisha me formun që atë faqe. Qka ndodhë, për shemull, një indjerë, një vllai, një shkrimtarit tonë të madhë dhike për gjithë premta që të unë me ndaj dashnore mu fotografu. Unë e disha që e ka gruan me thmi të shpinja. O, kule, ma mirë rera hatë më suqel. I ka daljer, jo është problemi këtu. Qka di unë kush ardhë me dashnore, kush ardhë me grua. Edhe tash nëse unë i postoj këto, mos pa dhezi farziormit, konë mërë burri dhe... Zotër, kursi edhe apështo letë të tani. Vallahi, këtë në zajhom na. Jo, është një gjë këtu se kanë të drejtë, sa i thot o burru një marë më fotografu të ti, jo më ma qitash me po krejt dynjeja. Thik me dy ty, ha. Asha ne, as këdi. E për ata po thëmë... Me në edhe pak ma mirë. Nuk din njeri, jam të e lyp një zedhje, me humbë, qysh me humbë zë s'to materiale. Jo, hizë banë baboj. Edhe i pytje për fund se erdhëm ka funi. Hajde harko. Atë ka kuptu gruja profesionin që e ki. Ti thoe... Gruja, për fat, ka qenë njështër. Fotografi gjithkon. Ka qenë njështër e mirë, e ka kuptu profesionin si profesion, si intelektuali që është. Për ndryshe, mos të kishtë qenë që një 15 vjetë a 20, ishte deshtë për gjithë vjetë me shku mja kosit barin për midhor. Se profesioni ka qenë i tilë. Asisoj. Isha një rast një herë. Që ta shkretën, vallaj. Për zotën jo. Hajde. Jo burru po e tërgoj si ka qenë tash. Shkretën. Vallaj, hajde. Po, isha ka ora 5 pas dite, tu të rrëvë kështu. I kisha 5-6 klientë mërën të ja udhonë fotografit që loj unë atë ditë të punua. Vjen thot, zoti mjeshtër më falë, a kini roba komtare, kam të dëshirë më fotografua me të. Thëmë, po kem. Thash, hajde orë, në hynë në studio, thash, që kujti. Ajo shkreta hynë në studio, o deshe, o shliru mirë bollës, se në këtë në herë, ti mon men se je bukuri moqër me sen, u që ishin do kombinizona, ju thë ishin do farë këmisha të i dukshme. Ajo shkreta ishtë desh në qatë farë kombinizonit, edhe pe qëtë pak krythët mje shabon me hymë rëndë. Po. Hine ti po. Hina se unë isha i po havale. Po. Qashtu ka qenë profesioni kur peshtë të thashur, no? Valloj, tha s'po di me i vesh. Shite. Hoj, s'ka me bo thash, prit pak. Dola kon zyre, tash me telefon, pe thëm shoqës, a jetë thash të lutem, hajde se e kam një gru, thash, o desh, e s'po din me vesh tash robat komtare, thash e hajde një moj se jam nxongë nëna. Ajo sigur shtu lexua, tu këshur televizion shtirë, tha burë tha ti që shë ki desh veshe. Koja, në tash që shë ki desh veshe, qka me i bon? U desht me i kryu këta si për maqin qenë e shpet, këta klientat që i kisha me qele, me i largu këta, me mbylderën, me një, e kem bon, do më thonë u fotografu dhe që besej kanë dollë mirë ato fotografi. Po, ka pas edhe rastet tila. Mos u qelë. Jo, mërë s'po qelë, po tash... Mos u qelë se pasha zote për të pret dajakit e shpija. Oj, nuk... Vallaj e rujo, a? O, burë. Për dje këtë filmin shpija, rujo. Na jem të folë gjithni për të kaluarën. Dhe thash se ajo e kam i kam bjetu këto kriza. Ta më thonë... Rish lirë. Po, shas zotën, po. Pa cikani. Folë burë. Qysh e ke desh, e ke vesh. Edhe na, qysh e kena njës për mbyllum. Hajde hajrë koftë. Per hajrë. Urime dhe juve, ju uroj për emisionin. Me gjithë atë kam shikuar, që herë se tash katunar vetë. Kur të shoshti katunore, që mos është shiko? Po, katunore me katunore. Po, burë. Falënderit shumë pitije. Patëm qef më nga spjegu për fotografit e për tana karrierën që e kitë bujshme. Vash zotit ke shëndet e gjithat mirat një jetë. Shumë falënderit. Dere qele ki vëq mshele këtë hirë se për moja në rrugë. Shumë falënderit, gjithë një arshën për të mirë, edhe ju shkofshin punë të mirë marë. Mua thonë drejtën u befasova për të mirë kur e rëta këtu. Na jena shpije move. Jo. Pasha zoten po. Jo se shifen do gjera. Unë më vjen keq për atyre kolegëve të juaj në rrët e keq në çfarë ambiente punojnë, zorit. Kurse kjo po shifet që është gjë
do më thonë e parapare dhe e ndërtuar për televizion. Na në gurit thot jesëm gjallë, e bojmë shpinë. Goja të lumë. Falënderoj. Ju uroj shëndet. Shikues të nderuar, mirë mbeqi e shihemi javën tjetër me Musafirin e Radhës.